Migena, si të sillem me kolegët e punës kur disa nuk më respektojnë. Mike e dashur, duhet të kuptosh diçka në radh parë. Duket edhe kjo fjala ime duhet të kuptosh diçka në radh parë është sikur ajo përshëndetje, miq përshëndetje, domethënë është po sa herë që po e përsëriti. Këto njerëz që ne i tërheqim në situata të ndryshme, ndoshta në punë, por ndoshta edhe përjashta, dikur në shoqëni, është se i tërheqim vetë. Ju e dini, ju kam bërë disa video, domethënë edhe për tërheqjen e njerëzve të tjerë në jetën tonë, tërheqjen e energjive të ndryshme, domethënë janë shumë video në YouTube-in tim, që tashti edhe në Instagram po i postoj, edhe në Instagram një herë mbrapa, edhe në YouTube, sepse Facebook-un e kam mbyll, domethënë një kohë të gjatë, sepse e pash që njerëzit e njëjtë më njekshin edhe për çfarë me harxhu kohën ka, domethënë edhe te Facebooku edhe te Instagrami. Miq të dashur, nuk e di se si t'ja shpjegoj me fjalë më të thjeshta që të më kuptoni. Jeta nuk është as e mirë dhe as e keqe. Sa herë janë mendimet e tona që e bëjnë ose të mirë ose të keqe, sepse jeta është sikur është. Dhe fati jon apo risku jon që ne na mësu e ka të shkruajtme, për shembull, apo skeqa me bo se dikush ka vujt në familjen e saj edhe ajo duhet me vujt, apo shumë bindje tjera që neve na i kanë dhënë. Duhet kuptojmë që gjithçka ka të bëj me mendimet e tona, me këto mendime që ne i kemna në mendje dhe i besojna si të vërteta. Një koleg apo kolege që është jo okay, është jo në rregull, gjitha ato sjellje nuk janë problemi jot. Është ai problem i një kolegeje, domethënë unë punoj me 2 puna dhe kam lloj kolegësh. Lloj. Edhe pse me shumicën mundem me thonë kuptohem shumë mirë, sepse jam një tip që jam shumë në humor të mirë, jam shumë pozitive, jam shumë kur thojnë happy, apo jam shumë ndoshta për disa po jeton në botën e vet, apo crazy e çmendur, por unë ja kam thonë atë fjalën që më mirë me të thonë dikush e çmendur, por ti je lumtur për vete, se sa me thonë dikush o je normale e ti nuk je hiç mirë mrena vetes. Duhet kuptoni, miq të dashur, që ndonjëherë në jetë, për shembull, ka edhe të ri kur më vjen, apo edhe shumë nxënës që ne kemi te puna apo praktikanta, dhe unë ju them sa herë, ndonjëherë duhet me i thonë edhe deri doj. Dhe është shumë e vërtetë ajo fjala e Shqipërisë, sepse ti ndoshta je në Ausbildung, isha me thonë, ti je ndoshta në shkollën tone, dhe ti ke interes me marru shkollën tone. Ka me pas lloj njerëzish, por nëse ti e çon fokusin aty ku e don, një fjalë fut këtu e nxjerr nga ana tjetër, si ja merr fare me të madhe, nuk e harxhon energjinë tone, sepse jo gjithkush e meriton energjinë tone me ta harxhu kot. E di që ka momente edhe unë jap ndonjëherë shumë energji dhe them, pre, shumë energji harxova. Por e di që jam duke e bo me një arsye. Është aty diçka që mu më intereson. Qofshin fëmijët, qofshin një punë, domethënë që apo punat e mia që unë i bëj. Sepse njeriu ndonjëherë duhet me mbyll syt, vesht, edhe gojën, i keni pa ju ato figurat që janë, domethënë, me këto shenjat, që ndonjëherë duhet vetëm me vazhdu përpara dhe mos me e çu fokusin hiç. Kuptohet, e këtë ja kam thonë edhe përpara, kur të prek diçka, do me thonë
që ka të boje me ty, se për ndryshe nuk do të kish prek. Unë ju kam të regu edhe me një video kur e pata bo videon për fëmijët dhe në YouTube kish shënu një zotëri apo zonjë, nuk e di se tashti edhe me këto emrat ju e dini më shumë janë fake, do më thënë nuk janë të vërteta, edhe kish shënu, që po na të regon ti, do më thënë fjallë ullse. Dhe thash me vetën time, thash e pas kam prekun me atë fjallë. Sepse edhe një njeri që se ka nevojën fare për një video që unë e postoj, nëse ai është i qetë me vete dhe thot, okej, nuk më intereson, edhe e shtyn, do më thënë videon, apo e fshin edhe përfundoj puna. Por, nëse ju prek juve diçka, do të thot, ka të boje me ju. Është diçka që ty po të prek ajo sjellje dhe kuptohet me që shpesh herë edhe këto kolegë që s'janë okej me ne, edhe këto neve na mësojnë që ne t'i vëmë kufit. Do me thënë nëse dikush sillet keq, ti si ja bën po, amin, por i thu, stop, deri këtu edhe më shumë jo. Ndonjëherë kur e keni interesin e juaj, mbyllni syt, mbyllni vesht, mbyllni gojen dhe shifni cilin e juaj dhe mos harxhoni energji kot. Uroj me zemër e me shpirt që ju ka ndihmuar dhe kjo video dhe ma bofshin natën e mirë se tash edhe unë po shkoj me play dhe shifemi tek videot e ardhshme së bashku. Ju dua!